Mirë, Kryeministri në detyrë i Kosovës Albin Kurti dështoi të formojë qeverinë e re në kuadër edhe të votave që nevojiteshin në parlament 61 të tilla, ndërsa nuk i arriti plotëson do tilla, duke siguruar vetëm 56. Flasim në këtë çast me ish deputetin e PDK-s që kam në komunikim të drejtë nga Prishtina, zotin Hisem Berisha, të cilin e përshëndes. Zoti Berisha, përshëndetje. Përshëndetje edhe për ju. Kënaqësi t'ju kem në program, ndërkohë çfarë pritet të ndodhë gjatë ditës së nesërme? Situata duket pak, po themi kështu, jo e qetë në Kosovë, ndërsa nuk kemi një formim ende të qeverisë. Si procedohet më tej? Tani ju e dini se si pasojë mos konstituimit me kohë të institucioneve të Kosovës pas zgjedhjeve të shkurtit, jemi në një situatë kur shfaqet handikepi tjetër që është rreziku që Kosova futet në vitin 2026 pa miratim të buxhetit. Kjo është në rrethon që jo vetëm duhet të krijohen institucionet tani për procesi i krijimit të qeverisë, por problemi është se mos shkojmë në atë rrezikun që është i mungesës së buxhetit për vitin që po hyjmë. Kështu që kjo çfarë pritet nesër, një gjë duhet të jetë e qartë, ka pas shumë zëra se po mbledhen në nënshkrimë, se po pretendohet ku diun të imponohet një sjellje jo në konform normës kushtetutës, diçka e tillë është e pamundur. Kushtetuta e Kosovës nuk lën ekuivok, edhe sa i përket buxhetit dihet se një qeveri detyrë që s'ka mandat plot nuk mund të prezantojë buxhet, duhet të ketë marrë mandatin nga Kuvendi i Kosovës dhe pastaj e ka autoritetin kushtetues që të përgatis aktin ligjor siç është projekt buxheti dhe ta sjellë në Kuvend, edhe Kuvendi dhe kryesia e Kuvendit nuk mund të improvizojnë thirrje të ndonjë debati rreth buxhetit derisa nuk ka një qeveri të autorizuar për sjelljen e projekt buxhetit. Ajo çfarë pritet është mendoj respektimi i standardit kushtetues. Në 9.1, 2 dhe 3 e sqarojnë se si krijohen qeveria, si nominohet mandatari. Dihet se në bazë të pikës 190 kushtetuta autorizon ose i jep të drejtën koalicionit apo partisë fituese që ta nominojë mandatarin. Zoti Kurti nuk i mori votat e mjaftueshme për ta krijuar qeverinë. Por pika 2 e këtij neni prap i jep të drejtën e mandatimit të kandidatit nga njëjti koalicion dhe parti fituese që pastaj të provoj prap formimin e qeverisë. Por me qenë se me amendamentin e vitit 2014 kemi vendosur një standard të ri sa i përket krijimit të institucioneve, atëherë ajo është hapi që ka ndërmarrë presidentja dhe thirrja që ka bërë për ditën e nesërme ti ka takoj gjithë liderët politik dhe të merret vesh me ata se kush ka mundësi që të bëjë gjatë një vota dhe të jap mandatin për krijimin e qeverisë. Unë besoj se nesër bazë deklarimeve deri tanishme, domethënë lideri i opozitës, domethënë partia parë fituese që është Partia Demokratike, ka deklaruar ditën e seancës kur dështoi të votohet kabineti Kurti 3 që pretendoi se nuk do të provojmë, se duam të shkojmë më njëherë në zgjedhjet tona. Por ka zëra, gjithmonë këto mbesin në nivelin e spekulimeve, sepse janë zëra që qarkullojnë edhe përmes media, por edhe në kuluarat politike këtu në Kosovë, se Kurti do të provojë ta konsumojë edhe variantin pikës 2 të nenit 90, pra të shkojë edhe me kandidatin e dytë. Po për flitet një emër që s'është ndoshta korrekte të thuhet, mi por tani ka vetë është një spekulim publik. Qartë, nëse e kemi një zoti Konjufs, qartë, se më thash nëse e kemi një emër mund edhe ta themi edhe në kuadër të jo ndërtimi zyrtar. Po qarkullon të kuluarat, jo zyrtarisht, jo formalisht, por po qarkullon si emër i mundshëm, mbas edhe dikush ka spekuluar me të sepse është një person që gjatë punës si kryesuesi legjislativit kaluar, legjislaturës kaluar, ka dëshmuar pak a shumë një korrektësi në raport me subjektet politik dhe pozicionit kushtetues që jep pozita e kryetarit Kuvendit. Mirë po unë nuk shoh mundësinë që asnjëra nga partitë të formojë një qeveri e cila do të gëzonte legitimitetin politik dhe moralin të vend. Ne jemi dëshmitar të ngjarjeshit politik që u kriju bllokadës që nga 9 shkurtje e tutje apo 15 prit kur filloi seanca e parë dhe të gjitha institucionet e Kosovës janë delegitimuar. Ju mund të thoni keni një gjykim gjykatës kushtetuese dhe në 3 radhë dhe nuk e ka nxjerrë këtë konstatim. Mirë po, fakti se me skatimin e akt gjykimit, afatit të implementimit të akt gjykimit gjykatës kushtetuese, të cilat janë norma me fuqi erga omnes ndaj gjithëve, domethënë nuk ka nevojë për interpretime shtesë, nuk ka nevojë për akte shtesë për implementimin e tyre dhe
janë të zbatueshme me automatizëm në momentin që publikohen në fletorën zyrtare, sepse janë normë kushtetuese. Dhe pas skadimit, qoftë atë gjykimit parë qëshorit, që skadoi me 26 korrekt, apo dhe 2 vendimeve të njerëz pas njëshme dhe kësaj fundit, faktikisht deputetet e legislaturës, kësaj legislature, kanë qenë në shkeljet kushtetutës. Vërtet se gjykata kushtetuese ka vendos masën kushtetuese me cilën i ka mbrojtur nga pozicioni i shkeljes së kushtetutës. Por në realitetin e njohim të gjithë dhe prandaj po them se kurdo që me ato aritmetikat e brendshme politike mundohet edhe arrin të bëjnë një shumicë thjesht për të krijuar qeveri, ajo qeveri nuk do të ketë as legitimitet politik dhe as moral për të drejtuar me vendin. Pra kjo është arsyeja, thoni, që ka një lloj neglizhencë ose tërheqje nga ana forcave politike.